Kanë kaluar 2 muaj e gjysmë që kur janë bajt zgjedhjet parlamentare dhe Kosova ende nuk ka vend të konstituar. Pozita dhe opozita ose partitë, thot partia e parë dhe e dytë e tretë akuzojnë njëra tjetrën për bllokat. Për të folur për këtë temë dhe shumë tema tjera rreth zhvillimeve politike, të ftuar kemi nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zonin Vlora Qitaku, zonja Qitaku. Mirë se u gjetëm pasi që kemi ardhur këtu në Partinë Demokratike. Faleminderit shumë që keni ardhur në zyrët tona këtu për të bashkë biseduar dhe para se të hyjmë në temë, lejoni që përmes jush të falenderoj gjitha mediumet për një punë të jashtëzakonshme që e kanë bërë në informimin publik. Sigurisht ka qenë një fushatë e gjatë zgjedhore. Realisht fushata ka filluar që nga shtatori i vitit të kaluar, ndonse formalisht ka zgjatur vetëm 1 muaj, kanë qenë zgjedhjet e para të rregullta që nga viti 2007. Dhe ndoshta mësimi kryesor që e kemi marrë gjithë, posaçërisht ne që jemi në politikë, po besoj edhe ju që e përcjellni politikën, është që Kosova nuk ka nevojë për një fushatë kaq të gjatë zgjedhore. I kemi ngarkuar tejmose qytetarët, opinionin, diskursin publik, vetëm me politik. Në ndërkohë që ne po flasim për numra në kuvend, po harrojmë të flasim për numrat më të rëndësishëm. Numrat më të rëndësishëm janë numrat që u vinë familjeve kosovare në fund muajit për të paguar energjinë elektrike. Janë numrat në faturat në për supermarkete, ku shporta e qytetarit me produktet bazike, elementare, nuk po flas për produktet luksit, është shtrenjtuar jashtëzakonisht shumë. Nuk po flasim për numrat në kontot e pensionistëve, prindërve tonë, gjyshrëve tonë. Jetesa e së cilëve është bërë pa përballueshme. Një pensioner sot duhet të zgjedhë mes ushqimit edhe barnave. Këto duhet jenë, si të them, funksionet kryesore të politikës. E këtu çdo gjë është polarizu, është reduktu. Po pse atëherë si PDK s'pesh bllokoni? Sepse sot s'kemi as qeveri do thotë të zgjedhur. Partia Demokratike e Kosovës nuk është shkaktar i krizës të cilën po e përjetojmë në kuvendin e Kosovës dhe thënë të drejtën Artan, unë 2 seanca të fundit qeshim, jam ndjerë jashtëzakonisht keq, sepse kam pa për rreth vetës aty deputet burra e gra, të cilët në momente kritike kanë qenë gjendje me dhënë jetën për këtë vend. Dhe kanë qenë gjendje dhe kanë pagu shumë çmim nalt, edhe personal, edhe familjar, për t'i sjellë Kosovës lirinë dhe pavarësinë. Dhe sot, 26 vite pas, të kemi shfaqje të tilla në kuvendin e Kosovës, pa shije, pa krip, është e turpshme. Ne nuk e kemi bllokuar, që ta sqaroj përfundimisht. Kurti dhe vetëvendosja po thonë që partitë që kanë qenë dje në opozicë, se tash mund të themi tash ka vetëm grupe parlamentare. Absolutisht, po thotë që PDK, LDK, AK në këtë rast po e bllokojnë votimin e raportit për verifikimin e mandatit të deputet. Jo, dëgjoj. Dhe për këtë arsye po thotë që jemi bllokuar në konstituimin pastaj të kuvendit dhe dihet pastaj procedurat për formimin e qeverisë. Ditën e parë në seancën konstituive, secili prej nesh që kemi shkuar dhe jemi ulur aty, para vetës kemi pasur një dokumentacion. Dhe dokumentacioni në fjalë i referohet ligjit dhe kushtetutës dhe pa pajtueshmërisë në mes funksioneve publike dhe të qenurit deputet. Po në kaluamën ka ndodhur. Ka thirrën në praktika zoti Thaçi, ka qenë zoti Haradinaj. Ata mund të thirrën edhe në praktika Tunmikut nëse dojnë. Mirëpos ne jemi shtet, kemi kushtetut dhe kemi një ligj për qeverinë, të cilin e ka sjell në kuvend Ministria e Drejtësisë dhe ligj i cili është kaluar në kuvendin e Kosovës nga
Kjo nga shumica e deri djeshme parlamentare. Dëgjo, pavarësisht që ne si PDK nuk e kemi votuar ligjin në fjallë, sepse besojmë që nuk është ligj i mirë. Në fakt është si shumica e ligjeve që ka si fatkeqësisht. E kush defekti këtij ligji, edhe pse një ka pikërisht te kjo pikë? Dëgjo, ligji nuk është opcionale, a respekton ligjin ajo, nuk është çështje zgjedhje personale. Në kuvend, por edhe në politikë, po posaçërisht në kuvend, janë dy dimensione, është dimensioni ligjor, kushtetues, procedural dhe pastaj dimensioni politik. Ne nuk mundemi, edhe është, si themi, është abnormale të kërkohet nga dikush që me vetdije ta shkel ligjin. E ligji është shumë i qartë. Nëse nuk gaboj neni 26 i ligjit në fjalë, e thot në mënyrë eksplicite që duhet të jap dorëheqje edhe qeveria në detyrë para se të marrë betimin në kuvend. Këtë ligj e ka sjell lëvizja, vetëvendosje, përkatësi. Dhe ne çfarë kemi kërkuar është shumë e thjeshtë. Hajde flasim një situatë kush zani PDK ose parti tjera kush zani për me votu raportin. Zoti Qollaku, vetëm nëse mundem me lejen e juaj që ta shpjegoj. Krejt çfarë kemi kërkuar ne është që të dërgohet një letër, ama letër e qartë, eksplicite, ku personat në fjalë që vazhdojnë të mbajnë pozita në qeveri, thonë që kanë dhënë dorëheqje. Me automatizëm, Partia Demokratike e Kosovës do ta votonte raportin e komisionit. Kjo është e para. E dyta, çfarë ka ndodhur në seancën e dytë është edhe më e turpshme. Pse e turpshme? Sepse kemi pas një uzurpim të kuvendit dhe fatkeqësisht lëvizja vetëvendosje e ka kthyer kuvendin e Republikës Kosovës në një teatër ku shfaq drama me skenar të dobët. Dhe kryesuesi e ka vetëm një funksion në situata të tilla. Ta hap edhe ta mbyll mbledhjen, jo të mbaj fjalime politike dhe jo të ndërmarr hapa kundër rregullorës, se edhe rregullorën e re të kuvendit e kemi miratuar bashkarisht që të gjithë. Këtu ka qenë edhe vota e Partisë Demokratike të Kosovës. Skenari 2014? Në as pak nuk është skenari një. Nuk është i ngjajshëm? As në kontekst, as në Flora situatë. Brovina i kujtohet atë kohë? Po, më kujtohet. Ka shumë ka qenë skenari i ngjajshëm në zonën e Çtokut. Nuk kam, dëgjoj, tash e kemi një rregullore të re. Do të thonë, është një rregullore e re se ka dhe procedura. Po mendësia ngjajshme? Jo, as pak. Nuk është mendësia e njëjtë. Ne kemi kërkuar, është shumë e qartë, po shprehem shumë mënyrë eksplicite. Ne atë ditë, dje, kemi pas skenarin. Se si duhet të rrjedh seanca. Nuk e bën PDK-ja atë skenar, as LDK-ja, as VV-ja. Ai skenar hartohet nga administrata e kuvendit, bazuar në rregullorën e punës së kuvendit. Dhe aty, në vazhdim të seancës, ka qenë vetëm një pikë e rani ditës, që të konstatohet kvorumi dhe të hudhet në votim raporti. E pse nuk e bëri vetëvendosje këtë? Çka mendoni, cila është arsyeja e zonës Çtokut? Po, unë besoj që është vetëm një arsye, pse nuk është hedh në votim, se dëgjoj, lëvizja vetëvendosje nuk e ka problem me shkel ligjin. Këto e kanë dëshmu disa herë. Jo ligjin, po dhe kushtetutën e kanë shkel, vetëm në mandatin e kaluar 11 herë. Arsyeja pse nuk është hedhur në votim është se nuk e kanë shumicën. Pra, nuk i ka votat vetëvendosje për kryetar të kuvendit. Pikërisht, jo që i mungojnë numrat për të kaluar raportin e komisionit, por i mungojnë numrat për të zgjedhur kryetarin e kuvend apo kryetaren e kuvendit e më pas për të zgjedhur qeverin. Pra PDK-ja, kusht e ka votimin e këtij raporti me dorëheqjen e anëtarëve të qeverisë. Nuk është kusht i PDK-s, ky është kusht i ligjit. Këto e kërkon ligji. I cili po e ripërsëris. A nuk duhet ta kemi një qeveri kujdestare?
Ç'ka ndodhur me qeverinë? Sigurisht që ne kemi një zavendës Po dihet që kryeministër. kryeministri është thellësi i qeverisë në momentin që ndërhiqet kryeministri bie gjithë qeveria në praktikat parlamentare. Është e vërtet, mirë po këtë ligj, po dëgjoj, unë po e ripërsëris. Ligji nuk është i mirë. Ne nuk e kemi votuar. Ligji e reflekton shkallën e lartë të mungesës së profesionalizmit nga kuadrot në thojza të lëvizjes vetëvendosje. Mirë po ligjin duhesh me respektu pavarësisht atë pëlqen, as pëlqen. Nuk është kusht i PDK-s, është kusht i ligjit të cilin e ka sjell në kuvend dhe e ka miratu kjo shumicë parlamentare dhe në mënyrë, si me thonë, imediate ndoshta një ndër punët e para që duhet të bëj legjislatura e 9, është që të ndryshoj këtë ligj e edhe shumë ligje tjera të cilat i ka sjell kjo qeveri. Hapi i parë që duhet të bëj parlamenti i ardhshëm, posa të konstituohet, është të kërkoj shkarkimin e bordit të ZRS. Dalim atje pak ma vën, po ndalim te kjo pikë. Ta themi që edhe shohim praktikisht që Kurti, përkundër që formalisht dha dorëheqje vazhdon ta ushtroj postin e kryeministrit, edhe ministrat e tij. Tash, nëse konstituohet kuvendi, a do ta dërgoj PDK këtë çështje në gjykatë kushtetuese apo mendoni që nuk e vlen më marr fare me këtë temë? Dëgjoj, ne hapat do t'i ndërmarrim në kohë kur të krijohen rrethonat. Flasim gjithmonë mas konstituimit. Në këtë moment, ky nuk është prioriteti ynë. Prioriteti i Partisë Demokratike të Kosovës dhe thirrja jonë edhe për lëvizjen vetëvendosje, është që të respektojnë ligjin që e kanë sjell dhe miratuar vetë. Ta zhbllokojmë gjendjen dhe situatën në kuvend, të konstituojmë parlamentin, pastaj radhën e parë ka lëvizja vetëvendosje që të provoj të krijoj qeverinë, e më pas radha vije tek ne. Nuk kemi kohë. E gjithë puna tek kryetari i kuvendit. Sepse ju thatë që seanca djeshme ishte uzurpim i kuvendit. Nesër e kemi një seancë të re që mund të jetë një skenar i ngjashëm. Çka ndodh në këtë situatë? Ne nuk shkojmë nesër për të bllokuar, as për të kriju skena, as për të kriju drama. Ne shkojmë aty si produkt i vullnetit të qytetarëve të Kosovës me insistim për të dalë nga kjo situatë. E ftoj lëvizjen vetëvendosje, kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, që një herë në jetë së paku t'i nënshtrohet ligjit, ta respektoj ligjin, të jap dorëheqjen me shkrim, dhe të nesërmën, pra nesër do ta ketë votën raporti i komisionit. Mirëpo nuk mund të kërkohet nga ne që me vetdije të plot të shkelim ligjet e Republikës së Kosovës. Ne do t'i respektojmë ligjet pavarësisht a na konvenon, a nuk na konvenon. Nuk mund të jetë vendimi për zbatimin e ligjit rezultat i kalkulimeve politike. Ajo është thjesht normë e pashmangshme për një njeri, do thoja, që aspiron të mirët me politikë. E çka presni nga seanca e nesërme? A do të zgjedhet kryetari i kuvendit? Ne nesër presim që të ketë reflektim nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Keni informacione apo i bëni thirrje? Informacione, unë thjesht po ju bëj thirrje që të reflektojnë. Kam fituar 42% të votave të qytetarëve të Republikës Kosovës. Duhet të jenë më të përgjithshëm në raport me votën që e kanë marrë. Ne duhet të i kalojmë egot, inotet, mërit. Nuk tregosh as i fort, as i madh nëse insiston në një qëndrim i cili në fund të ditës bie në kundërshtim me ligjin dhe cënon rendin kushtetues. Kosova nuk e ka luksin me mbet pa institucione. S'po di apo jetojnë këta njerëz në vakum, apo në ndonjë univers paralel, apo e shohin çka po ndodh
për rreth nesh, çfarë po ndodh me botën, sa shumë e sa shpejt po ndryshon konteksti gjeopolitik. Na po flasim për numra e nuk po flasim për prioritete, nuk po flasim për programe. Tazëm, radhën e parë për të formuar qeverinë do ta ketë pikërisht lëvizja vetëvendosje. Cili është programi i tyre? Ata në fushat zgjedhore. Domethënë jemi në një fazë më të hershme. Shumë mirë jo përmendet inatin, që shumë shpesh e kemi në politikë. Pse PDK-ja nuk po te kalon këtë inat? Masi Kurti edhe vetëvendosja janë bllokuar themi në atë raport. Pse nuk ja votoni nesër dhe pastaj të shohim nëse ata e kanë numra. Është çështje inati. Te kalon jo inatin, pa dhe këto po shitsin një lloj inati. Se tash marr tërsi për te partive, domthon qytetarit në fundit heqve nuk e interesan a ka me bë Albini qeverinë, a ka me bë Memli Krasniqi, Bedri Hamza, Vlora Qitako, aty në interesant që faktura e rrymës ju interesant. Fiks edhe 2 muaj e gjys pas zgjedhjeve nuk kemi institucione. As mund ta tej kaloj PDK. PDK-ja. Këtë sfidë edhe ta votoj, shkojmë tutje. Dëgjoj, ne nuk është çështje inati. Po shihet pak. Është çështje ligji, po besoj që kjo është kalkulimi politik. Jo, nuk ka këtu kalkulim. Nuk është çështje kalkulimi, se kjo është këtu bëhet fjalë thjesht për konstituim, nuk jemi tu fol për vot pro qeverisa kundër qeverisë, jemi tu fol për mandatin ton, timin, edhe timin. Kjo nuk ka të bëjë me inat. Kjo ka të bëjë me ligj. Është e pa imagjinueshme të kërkohet nga ne që me vetdije, me informacion, të bëjmë shkeljen e ligjit. Nëse lëvizja, ata nuk e kanë problem me shkel, po e ripërsëris vetën, ata e kanë shkel ligjin 10 herë. Pi inkurajon ata me shkel ligjin? Jo, unë i pi inkurajoj me jap dorëheqje me ardhë me u betu, si që kërkon ligji që e kanë sjell vetë. Mirë, po kjo nuk ka, ama bash heq të bëj me inat, kjo është thjesht procedurë që duhet respektu, është ligj që duhet respektu. E qëllimshme ky veprim i vetëvendosjes që ta mbaj qeverinë me çdo kusht, sepse mund të kemi skenar për zgjedhje të reja? Po ashtu po duket që kjo krizë është në thojza krijuar artificialisht, sepse si që kanë uzurpuar kuvendin, kanë uzurpuar edhe qeverinë sot. Ata imagjinojeni, marrin vendime të paligjshme. Ato vendime do të përfundojnë në prokurori. Si është e mundur që një qeveri, qoftë në dorëheqje, qoftë në detyrë, bazuar edhe në ligjin që e kanë bërë vetë, me vetdije, shkelin atë, emrojnë borde, emrojnë pozita të larta në ekzekutiv. Është Ministria e Drejtësisë e Punëve të Jashtme Pash kishte bërë emërime në stafin diplomatik, e kanë të ndaluar me ligj që të ndërmarrin. Ky ligj është tani, këtë ligj e kanë sjell vetë, këtë ligj e kanë bërë vetë. Do të thonë nuk mund të mirret referencë kaluara sepse ky ligj është miratuar tani në legjislaturën në të cilin kjo parti politike e ka pas shumicën. Ne asnjëherë me vetdije, se pa vetdije njeriu edhe mund të gabojë. Nuk do të cenojmë institucionet, rendin ligjor edhe rendin kushtetues. Të thashën fillim, unë i kam aty në grup parlamentar, po ka edhe në parti tjera. Gra e burra, që kanë qenë gjendje jetën me dhonë për këtë vend. Edhe unë ndina e turprume para tyre, me mënyrën se si, me shkallën e lartë të papërgjegjësisë së klasës politike sot. Imagjinojeni, dikush pret nga ne që ne me vetdije të shkelim ligjet që i kemi miratuar qoftë me vot për ose kundër, pa rëndësi ka, vetë në atë sallë të kuvendit. Këto institucione i kemi ndërtu nga zeroja, me shumë mund, me shumë sakrificë. Asnjëherë nuk kemi pas as gur, as gaz për to. Betejën politike... Ata në kauza që kanë qenë shumë të rëndësishme për vendin kur i kanë përdorur, po kjo është një temë historike. Justifikuan. Nëse nesër, ta themi hipotetikisht, konstituohet kuvendi, ka lënë raporti edhe
vetëvendosje ka, ta themi zotin Lima është përmend si kandidat i mundshëm për kryetar të kuvendit. A ka vot Partia Demokratike dhe Vlorë Qitaku ta votojnë Fatmir Limajin për kryetar të kuvendit? Jo, nuk kemi vot për një kandidat të lëvizjes vetëvendosje, se pavarësisht emrit të përveçëm, si themi, kandidatura vjen nga grupi më i madh parlamentar. Ne nuk kemi vot për, mirë po ne do të marrim pjesë në votim, si të themi. Okej, tash flasim nëse gjithmonë e kalojmë këtë fazë, sepse kjo fazë mendoj që do të jetë pika bllokuese, po dalim tash pak tek qeveria. Nuk është që kemi pa vullnet edhe nga këto parti tjera, PDK, LDK, AK, për një qeveri që po e quajnë të gjithë të opozitës. Ka pasur takime të vazhdueshme. Jo, ndëgjo, për ne është shumë e rëndësishme që të dërgojmë sinjal të qartë tek qytetari i Republikës së Kosovës që nuk jemi duke ngarendur për të marrë edhe për të udhëhequr qeverinë, duke përmbysur rendin që e përcakton kushtetuta. Ka pas duke respektu takime, procedurat. po, duke respektu procedurat. Ne kemi pas shumë takime. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Memli Krasniqi, kandidati ynë për kryeministër, zoti Bedri Hamza, ka pasur jo një për disa takime edhe me kryetarin e lidhjes demokratike të Kur Kosovës. ka qenë takimi i fundit? Ndoshta javën e kaluar, po tash po shihemi edhe në kuvendet. Po takime për çfarë temë? Domethënë për një qeveri të mundshme. Ka pas takime edhe me zotin Ramush Haradinaj, edhe me zotin Limaj që t'jem e sinqert, ka pas takime, është takuar kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Mirë po është... Ka vullnet? Dëgjo, ka vullnet, se cili prej nesh, që kemi qenë deri dje në opozit, pajtohemi që Kosova, nën qeverisjen e zotit Kurti, ka shënua, në rastin më të mirë, ka ngel në vend numrim, në rastin më të keq, ka pas hapa mbrapa, shoqëria është polarizuar, vendi është varfruar, qytetari është varfruar, raportet me aleatët janë cënuar, janë rrezikuar. Kështu që ne pajtohemi në një platformë dhe orientim të përbashkët. A pajtohet edhe Abdi Gjiku? Dëgjo, unë jemi herët për, nuk mund të flasun në emër të zotit Po flasim për takime. Abdi Gjiku, mirë po këto që po i them, po besoj që janë të dhëna publike, nuk po them unë asgjë të re. Se cili prej nesh që ka qenë deri dje në opozit, pajtohet që Kosova ka nevojë për një drejtim të ri, ka nevojë për një qeveri të përgjithshme, ka nevojë për një qeveri të parashikueshme, ka nevojë për një qeveri stabile. Dhe para se të dakordohemi për pozita, kush bëhet ministër, kush drejtor, ambasador, ne duhet të dakordohemi për një listë prioritetesh të përbashkëta. Cilat janë 5-10 çështjet që do t'i trajtojmë në mënyrë imediate. Rritja e pagave, rritja e pensioneve, themelimi i fondit të bursave, rikthimi i projektit të gaspërquesit amerikan. Pra cilat janë ato... Opozitat janë më të rëndësishme. LDK ka thënë që jo, nuk e do postën e kryeministit. A është e gatshme PDK-ja t'ja jap LDK-s postën e kryeministit? Asnjëherë pozitat nuk janë... Nëse Kurti dështon ta formoj qeverinë, edhe i ka lënë mandatari dytë, presidenti duhet t'i jap dikujt tjetër që arrin ta bëjë shumicën. A është e gatshme PDK-ja, këtë rast Bedri Hamza, të heqë dorë nga posti i kryeministrit ose kandidati për kryeministër dhe t'ja jap Lumir Abdi Gjikut si partia e tretë? Partia Demokratike e Kosovës ka dhënë shembull disa herë që ma të rëndësishme se pozitën e ka procesin, projektin. Dhe për Partinë Demokratike të Kosovës, para se të flasim për pozita, është rëndësishme të ulemi dhe të flasim për prioritete. Memli Krasniqi, kryetari i partisë... A pajtohet të gjithë partia, po vetëm jo e keni këtë qëndrim? Jo, po flas në emër të partisë, nuk flas në emër... Okej. Për ne, ma të rëndësishme se pozitat janë prioritetet.
cilat janë çështjet të cilat në mënyrë imediate qeveria e ardhshme duhet t'i adresoj. Pasi të dakordohemi për prioritete, pastaj ulemi dhe flasim për pozita. Ne besojmë që Bedri Hamza është kandidati më i mirë, më i duhur për Kosovën sot. Membri Krasniqi, duke qenë kryetari i partisë, ka bërë një hap prapa dhe kanë nominuar zotin Bedri Hamza, sepse Bedri Hamza është njeriu që i duhet Kosovës sot. Sfidat të cilat i kemi para nesh kërkojnë një njeri të përgjithshëm, kërkojnë një njeri stabil, kërkojnë një njeri me përvojë. Zoti Hamza ka shkëlqy, edhe këto nuk po e them si militante partijake, ka shkëlqy në çdo pozitë që e ka pas. Dhe sfidat qoftë. Populli ka vendosur ndryshe. Populli ka vendosur në fakt që duhet të ketë koalicion. Shumicën ja ka dhënë numrin më të madh, por jo shumicën. Se shumica është në 50+1%. Në parti tjera. Zoti Kurti me koalicionin e tij, me Lëvizjen Guxo dhe partin apo Lëvizjen Alternativa kanë marrë 42% të votave dhe ne të tjerët kemi marrë pjesën tjetër. Nëse ka pajtueshmëri, dështon Kurti ka pajtueshmëri ndërmjet këtyre partive, PDK, LDK, AK i bëni votat edhe Limaj ndoshta mund të kthehet, sepse Limaj ka thënë që është i hapur me të gjithë. Është e vërtetë. Pas pak muajsh është një temë shumë e madhe. Është presidenti në pyetje, na nevojitën 80 vota për quorum. Si do t'ja bëni, sepse edhe nëse bën bashkë këto parti nuk shkon më shumë se 65 deputet. A rrezikoni ta bëni një qeveri për pak muaj dhe situata në veri ka rrezik që 8 muaj janë shumë çështje të kthehen prapa. 8 muaj janë të rëndësishëm, edhe janë shumë. Janë shumë. A do t'ju mund? Duke pas parasysh kontekstin global dhe ndryshimet tektonike që po ndodhin në raportet mes superfuqive. Janë shumë 8 muaj. Pra ky është dimensioni i parë. Po 8 muaj janë shumë edhe për qytetarin e Kosovës. Situata më komode për Partinë Demokratike të Kosovës sot do të ishte në rregull, nuk duam të bëjmë qeverinë. Rrim në opozit, punojmë në terren, strukturat i kemi vitale, fantastike, përgatitemi për zgjedhje lokale, le të dështon komplet gjithçka, pastaj shkojmë në zgjedhje. Pra, sipas kësaj që po thoni ju zonja Qitoko, PDK-ja prioritet e ka vendin, pra ta themi çdo kushtimisht ta shpëtoj vendin pavarësisht pasojave. Tash vetëm një shembull të shkurt. Ju e dini kur ndodhi qeveria pasi ra zoti Kurti ne, patëm një koalicion LDK, AK, PDK janë mbështesë në një farë forme, po s'është pjesë e saj. Edhe e pam pasojat që i psoi LDK-ja. Po du më dalë këto. Situata në veri ne e dim që nuk është e qëndrueshme në kuptimin e vendimeve që janë marrë. Në zgjedhjet lokale pritet rikthimi i kryetarëve serb, pra do të ndrojë gjendjen të re. A i keni menduar do thot pasojat që mund t'i psojnë këtë rast PDK-ja ose LDK-ja OK? Çdo pasojë që mund ta sepse te presidenti mund bie qeveria. Çdo pasojë që mund ta psoj Partia Demokratike e Kosovës është pakrahasimisht më e vogël se sa pasojat që do t'i psonte Kosova. Unë pe kuptoj që Çollak, ka ende njerëz idealist në këtë vend. Ka ende njerëz në politikë se është demonizu tej mose politika në Kosovë. Ka njerëz të ndershëm politikë. Ka në politikë njerëz që e dojnë Kosovën ma shumë se partinë. Që e dojnë shtetin ma shumë se pushtetin. Për ne është e rëndësishme, s'jena në politikë për jetë. Kena me eloni det politikën, as unë nuk do t'jem për jetë. Cila është trashëgimia që do ta... Pse bëna këtë pyetje po zonja Qitoko, pikërisht në rrëfimin tënd, narracionin që e keni kriju ju. Nëse kjo qeveri ndodh, një parti që ka 42% mbetjet anash, thash veprimet që do të ndodhin në veri,
do të pas pak muajsh mund të kemi një rikthem të vetëvendosjes që po thonë qeverisë keq me mbi 50%. Do të thonë për 8 muaj jeni të gatshëm që mund të ketë një rikthem të vetëvendosjes mbi 50% 60%. Unë së pari nuk besoj që do të ketë parti politike, aq më pak lëvizja vetëvendosje që do t'i marrë 50%. Po besoj që unë besoj në pjekurinë politike të shoqërisë kosovare. Nuk do të ketë më parti politike që i fiton 50%. Ai 50% ka qenë më shumë aksidental dhe kemi spjeguar disa herë se si ka ndodhur dhe si kemi ardhur deri në atë pikë. Partitë politike e liderët posaçërisht ekzistojnë për vendimet rana e të mëdha se me qenë lehtë nuk kish pas nevojë fare ndoshta për ne. Ne duhet jemi të vetëdijshëm. Edhe Partia Demokratike edhe në kaluarën ka marrë vendime jo populiste. Edhe kemi paguar kosto politike, kjo është e vërtet. Mirë po, ti duhet të jesh i vetëdijshëm që më i rëndësishëm se një vot është trashëgimia politike që e lëm pas. Imagjinojeni për një moment, ju lutem. Imagjinojeni sikur se këto nuk ka ndodhur para 100 vitesh, na ka ndodhur në 3 dekadat e fundit. Imagjinojeni sikur zoti Thaçi e zoti Rugova atë botë në vitin 1999 të mos ta nënshkruanin marrëveshjen e Rambujës. Imagjinojeni pastaj sikur në vitin Jo, rrethonat janë edhe sot, po du me thonë tek vendimet jo populiste. Pa dhe kur ti ka bo marrëveshjen e orët që jep autonomi veriut? Imagjinojeni në vitin 2007. Jo, dëgjo, unë ende e kam të paqartë, edhe këtë po a them me seriozitetin edhe sinceritetin më të madh. Sinqerisht, unë ende e kam të paqartë, a e ka pranu Kurti, a se ka pranu. Ka një lloj kakofonie të frikshme nga eksponent televizjes vetëvendosje. Po edhe nga vetë zoti Kurti, sot thot e kom pranu, nesër thot se kom pranu, sot thot jam i gatshëm me nënshkru, mas dite thot jo si jam i gatshëm me nënshkru, të nesërmën para dite thot do ta bëj asociacionin e dërgon një letër të tupshme në Këshillin e Evropës, pas dite thot jo unë kur nuk do ta bëj. Më thonë ka një papjekuri të frikshme çollakun e kom pas besu, sinqerisht kom pas besu që ulsja e kryeministrit do ta maturoj zotin Kurti edhe kom pas shpresu që do ta një mbisupe barën e përgjegjësisë, se fjala publike... A i po thot që në mandatën e dytë ka shtiru veri? Fjala, është të me thonë, a i thot shumë gjëra. Gjendja ka ndru? Po nuk është... Jo përbes, nuk ka ndru asgjë. Në fakt, kam dronë që kontekstin politik e ka ngarkuar të mos edhe ajo autonomia territoriale e politike që zoti Kurti thot herë kom pranu, herë se kom pranu, është edhe produkti asaj situate që e kemi sot në komunat veriore. Nuk reduktohet në shekullin në të cilin jetojmë. Nuk reduktohet ideja e sovranitetit në zyre. E ko marrë një zyre. Nuk reduktohet ideja e sovranitetit në aparatin shtetënor. Sovranitet në vitin 2025 e posaçërisht në botën... Por Adoqi që nuk është në veri? Pse përbes, dëgjo. Të paktën është argumenti gjatë gjithë kohës së qeverisë Kurti. Po e me kanë po folin ministrat e Kurtit për mi bo votat për qeverisë. Ato jo dojnë nga media, se dorën zamëra, si kom po i kom pa në media, me kënë po folin. Me kënë po fol ministri i afërt i zotit Kurti. Me listën sërbe. Po është pjesë e sistemit kushtetues. Po atë po thëmë edhe unë. Çka po du me thonë është që në
sovranitet në shekullin në të cilin jetojmë posaçërisht në botë kuptimet e familjes në të cilën ne aspirojmë me aderu, bllokun Euroatlantik, kërkon pjesëmarrje qytetare. Sovraniteti nuk është veç kontroll, është integrim, është pjesëmarrje aktive. E nisë intervistën me pjesën që the faturat e shtrajta. Nëse konstituohet kuvendi, nëse edhe do t'jeni pjesë e qeverisë, po nëse nuk do t'jeni, çka do të bëni për qytetarët, sepse nëse i implementojnë, do të thonë, këtë 16% rritje, kjo do të ketë efekt zinxhiror. Çka do të bëj PDK-ja? E para do të inicioj me një herë shkarkimin e bordit të zërejs. Është e turpshme. A mund të rikthehet ky vendim? Përveç, bordi i ri e merr vendimin tjetër. Kjo është e para. E dyta, këta njerëz. Po nuk është shumë e lehtë. Jo, edhe Kurti ka thënë që është rryma shumë e shtrejtë. Ka thonë që ne do ta shtetëzojmë. Mos më mat mu me Kurtin se ai e ka shkel çdo fjalë që e ka thonë. Ai e ka shumë më lehtë të flasësh nga pozita e deputetës, po opozitor. Andaj, beso ktheju pak muaj para gjatë fushatës zgjedhore edhe lexoj një për një zotimet tona. As nuk janë futuristike, as nuk janë të pamundur. Është prioriteti i parë. Gjëja e parë që do të bëjmë është shkarkimi i bordit edhe ata njerëz, edhe penalisht kam unë jek, po flas drejt me kamerë. Është jo veç ju, ata e kanë shkel. Ingjezimet mbesin. Mbesin, ata duhet të ndiqen edhe penalisht. Çdo hap që e kanë ndërmarr, ata e kanë detyrim ligjor që me pas konsult me qytetarin, me grupet e interesit. Për kënd po punojnë ata njerëz që po dojnë me i rënu familjet tona. Unë nuk kam dëshmi se po të kisha do t'i dërgoja në prokurori. Po unë dyshoj që mendimin e kam. Unë mendoj që ata janë të lidhur. Ata shërbejnë si mashë qeverisë e para. Nuk kanë asnjë lloj pavarësie, nuk kanë asnjë lloj mendimi e analizet vetën. Ata janë thjesht një mashë e zgjatur e qeverisë dhe ne i kemi tashmë është dëshmu, mafijës energjetike në funksion të lëvizjes. Kush është mafia energjetike? Ku është Nagip Krasniqi sot? Ku është? Dalën çdo ditë po dalin dëshmi për përfshirjen e tij të drejt për drejt. I kemi pa komunikimet e turpshme skandaloze. Dejona Mihajli vendos. A keni ngrit kallëzim penal si PDK? Kur vije rryma, ne si PDK e kemi ngrit në kuvend këtë çështje atëherë dhe si rezultat shumë më herët, zoti Ferhat Shala ka bërë një punë të shkëlqyeshme si deputat në këtë, edhe si themi janë transkriptet publike, evidente. Dhe kemi shërby si sinjalizues dhe i kemi ngrit Fat që PDK kjo është e para. Nëse e bëni qeverin, më interesant në një temë që për na man bllokat tash sa vjet. A e çoni në muajin e parë draft statute në gjykatë kushtetuese? Çka dëni më bëmë me këtë? Na dëgjoj, ne nuk i kemi shkput asnjëherë kontaktet me aleatët tonë. Zoti Bedri Hamza ka qenë në Washington, është takuar, ka pas takime në shtëpi të bardhë, në Departament të Shtetit, takime ka pas edhe kryetari Krasniqi, edhe më herët edhe më vonë, kemi kontakte të vazhdueshme. Partia Demokratike e Kosovës, në rast se do të na vijë rradha që të ndërtojmë qeverinë, do ta shkruaj vetë statutin e asociacionit. Ose na bind gatshëm prej. Kurse bën vetë ta sjellin në tavolinë. Ne do ta bëjmë vetë në përputhje me akt vendimin e gjykatës kushtetuese më herët. Askush, sidomos jo aleatët tonë këtë, se kur flasim për BE-n, nuk mund të flasim për një uniformitet qëndrimesh në raport me Kosovën. Mirë po, janë disa vende aty që kanë investu shumë në Kosovë dhe kur po flas për investim, nuk po flas thjesht për investim financiar, po flas për kapital politike, diplomatike, ushtarake, kredibilitetin e tyre e kanë vënë në tavolinë për Kosovën. Këto njohje që i kemi marrë deri sot
Mendoni që janë produkt vetëm i aftësisë komunikuese? Kanë ardhur dhe si rezultati një angazhimi shumë serioz, edhe të Francës, edhe të Gjermanisë, për SBA-n mos flasim. Kështu që këto shtete na e kanë bërë të qartë disa herë, na kanë lutë, merne, i kanë shku kryeministrit Kurti, i kanë thënë t'i sjellim ekspert. Kanë thënë edhe publikisht, dihet kjo punë. Jemi gati në fund të intervistës, i kam edhe dy çështje. A ka PDK-ja vot për Vjosa Osmanin për mandatin e dytë? Jo, Partia Demokratike e Kosovës, mas pari nuk jemi ende në atë pikë, po Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka votuar zonjën Osmani as herën e kaluar dhe nuk pres që të ndryshoj qëndrim, e që besa nuk e kam të qartë ende, po besoj as njeri prej nesh, se a ka edhe ambicje zonja Osmani që të garoj për një A ka thënë që për të mirën e vendit sakrifikohet edhe njëherë? Ka shumë mënyra për të shërbyer vendit. Nuk ekziston vetëm një mënyrë për të shërbyer vendit. Edhe një mjek i mirë i shërben vendit më shumë se sa një politikan, edhe një bujk i mirë, edhe një, domethënë vendit i shërbehet në shumë mënyra. Sepse edhe njëjët e fundit, një farforme shihen sikur ka pak kalatet për mbështesën, për japin disa merita presidentes. Sigurisht, ajo është shumë e qartë, evidente. Zonjën Osmani e ftuan në Turqi, zoti Kurti po mirret me numra në Prishtinë. Jemi këtë në fund, nesër, falem pak për seancën e nesërme, nesër është seanca, çka nëse dështon edhe nesër, ose do të vazhdoj të dështoj, cili është skenari? A po na çon Kurti drejt zgjedhjeve të reja? Domethënë rregullorja e re e Kuvendit të Kosovës na e imponon që të takohemi çdo 48 orë në përpjekje të konstituimit. Po nëse vazhdon këtë cikël? Nëse vazhdon pafundësisht, fillimisht i bëj apel kryetarit televizjes vetëvendosje që të zhbllokoj situatën. Kosova ka nevojë për institucione, ta respektoj ligjin që e ka hartuar ministria e tij, të cilin e kanë votuar deputetët e tij, e për të cilin ne kemi qenë kundër. Ta respektoj ligjin, të ndërtojmë institucionet dhe të ecim më tutje nëse duan votën e Partisë Demokratike të Kosovës për raportin. Dëgjoni, nuk mundemi me vedije të plotë qytetare politike ta shkelim ligjin me dy kom. E kuptuam këtë pjesë, nëse vazhdon këtë cikël. Nëse vazhdon edhe për një periudhë caktuar. Unë po besoj që vjen skenari i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Unë po besoj që nëse vazhdon ky cikël do të aktivizohen edhe mekanizmat të tjerë. Presidentja e Republikës e ka në mandatin e saj mbikëqyrjen edhe mbarvajtjen, si të themi, të institucioneve, kështu që në rast se si të themi vazhdon pafundësisht, unë pres një angazhim të drejt për drejt, edhe të instancave jo parlamentare. Të ambasadave? Jo, mendova të presidentës, jo të ambasadave. Okej. Mes këtyre dy varianteve, a sheni mundësinë më shumë që të kemi zgjedhje të parakohshme, apo sheni mundësinë që do të krijohen institucionet, qoftë me një koalicion gjerë, ku mund ta kemi ndoshta edhe PDK me vetëvendosin, apo këtë qeverinë e opozitës? Që ta sqaroj, nuk ka asnjë lloj varianti në të cilin Partia Demokratike e Kosovës do të bënte koalicion me lëvizjen vetëvendosje, jo pse kemi diçka personale na i not, po pse jemi shumë të largët, edhe ideologjikisht jemi të ndryshëm në mënyrën se si e përjetojmë Kosovën, jemi të ndryshëm në mënyrën se si e shohim qeverisjen, si ndërtojmë aleancë. Vazhdimisht ka pas parti me aleancat, jo, dallimet nuk janë thjesht ideologjike, janë fundamentale. S'po di si ta them, jemi shtërsisht të ndryshëm. Pra përjashtoni mundësinë në koalicionin as nuk ka kërkesë, as nuk ka ofertë. Domethënë, as me kryeministrin. Jo, unë e thash edhe në fillim, për ne qeverisja nuk reduktohet në pozitë. Është më të rëndësishme se pozitat janë prioritetet, çka ke me bo për një muaj, për 6 muaj, për një vit, për 2, 3, 4. Këto prioritetet, se ndoshta për pozita i shumë marrë vesh, po e kam të pamundur me besu që do të pajtoheshim ndonjëherë
për prioritetet përbashkëta me lëvizjen vetëvendosje. E kemi pa si ka operu në këto 4 vite, një përpjekje e vrasht për të mbajt gjithçka dhe çdo gjë të nënshtruar me sulme të vazhdueshme ndaj sindikatave, ndaj mediave, ndaj bizneseve, ndaj alatëve, gjithmonë në kërkim të një armiku të brendshëm ose të jashtëm, jemi tërësisht ndryshëm. Pra, PDK nuk hën, ndërkohë që mes 2 skenareve, pra jo s'ma dhat përgjigjen e fundit, tash më shumë të realizoshëm skenarin e zgjedhjet parakohshme, apo mund të kemi një qeveri të... Ne do të bëjmë përpjekje që të ndërtojmë institucionet dhe do të bëjmë përpjekje serioze. Si që thash, ne nuk kemi kohë për me humbë se gjërat po ndodhen shumë shpejt edhe janë jashtë kontrollit tonë. Këto zhvillimet geopolitike dhe globale dhe ne do të jemi të gatshëm që të reagojmë shpejt. Ne jemi, si që thash, ne jemi gati për zgjedhje, na nuk na kemi struktura vitale, jemi matë unifikuar, si sa që kemi qenë ndonjëherë më parë, mirë po, kjo neve nashta na vjen ma mirë, po Kosovës a i bje më mirë, kam dyshim. Faleminderit shumë Zonja Çitaku për kohën dhe për... Faleminderit juve për ftesën.